Gjitha informacionet. Fillimisht do të ndalemi tek moti i keq në vend. Temperaturat e ulta e kanë përfshirë në fakt të gjithë vendin, një gjendje meteorologjike kjo e pazakont për stilën në të cilën ndodhemi. Në qarkun e Kukësit, rreshjet e Dborës vijojnë prej disa orësh, duke arritur deri në 20 cm. Se si është situata me qarkullimin e mjeteve apo furnizimin me energji, lidhemi me kolegun tonë në Kukës, Benet Beshiri, për më shumë informacion. Benet, të përshëndes. Nëse bëjmë një përmbledhje të situatës që nga orët e para të mëngjesit dhe deri në këtë moment, mund të themi se kjo e diel ka sjellur dimrin e dytë në qarkun e Kukësit, pasi në orët e para të mëngjesit rajoni i Kukësit u përfshi nga rreshtet të dendura të shiut dhe era të forta, por pak më vonë këto rreshtet të shiut në zonat e larta malore u kthyen në dëbor, dhe të cilët në pasdite zbritën edhe në zonat e ulta të qarkut Kukës, pra edhe në tre qytetet kryesore, pra në Kukës, Baramcur dhe Krum. Aktualisht situata paraqitet normale, ndonë se ka pasur disa problematika sa i përket lëvizjes së mjeteve në qarkullimin e mjeteve në rrugët nacionale, por edhe në rrugën e Kombit. Duhet të ndalemi tek rruga e Kombit, sepse e gjithë segmenti i rrugës së Kombit nga Fani deri në Morin është i përfshirë nga rreshtet e dendura të Dëborës, ndërkohë që 18 borë pastruese të kompanisë që mbirmban rrugën e Kombit janë në gjithë aksin rrugor për të bërë pastrimin e borës, por edhe hedhjen e krypës, pasi në orët në vijim, në mesnatë mund të ketë edhe ulje të ndjeshme të temperaturave që mund të krijojnë ngrica. Mund të themi se gjatë këtyre orëve të deri në këto momente në këtë segment rrugor të rrugës së Kombit, do të thënë nga pjesa ku është më problematike nga tuneli Kalimashit deri tek fushë Dugaxhini, ka pasur disa problematika të lëvizjes së mjeteve për shkak se ka pasur një fluks të lëvizjes së ardhjes së shtetasve të Kosovës, të cilët gjatë fundjavës kanë shfrytzuar motin e mirë të ditës së shtunë për të kaluar pushimet pra e fundjavës në Shqipëri. Ato pavarësisht se janë gjetur pa përgatitur, pasi edhe kanë udhëtuar edhe me goma verore, pasi tashmë ka përfunduar edhe sezoni i pajisjes së tyre me goma dimror, por gjithsesi nuk ka patur bllokim të rrugës, pasi siç thash 18 borë pastruese nga pjesa e Fanit deri në Morin janë në terren pra në rrugën e Kombit për të pastruar dëborën. Mund të themi se ka disa problematika sa i përket furnizimit me energji elektrike në disa fshatra të njësive administrative Tropoj, por aktualisht nuk kemi ndonjë raportim për sa i përket emergjencave që mund të sjellin tek popullata apo tek banorët apo ato shëndetësorë. Duhet themi që bora e dytë mund të themi, sepse kujtojmë se gjatë këtij dimri rajoni i Kukësit, pra qarku i Kukësit nuk ka pasur ndonjë dimër të ashpër, veç se në kohën e fillimit të janarit ka pasur rreshtet të dendura të Dëborës të kësaj dite, por që situata e motit ka qenë e qëndrueshme dhe nuk ka pas në ndonjë problematik. Pra, kemi një dimër të dytë në pranverë, pra në qarkun e Kukësit. Edhe në këto momente, siç po shihet edhe nga pamjet, ka rreshje të dendura të Dëborës, por ajo çka mbetet problematike janë orët në vijim dhe mesnata, ose pasi ulja e temperaturave mund të sjellë edhe ngrica në rrugë. Por gjithsesi, siç kemi marrë edhe informacione nga Komisioni i Mbrojtjes Civile, por edhe nga kontaktet, mjetet bërpastruese dhe kompanitë janë në terren për të bërë hapjen e rrugëve ku ka më shumë problematika, siç janë rruga Kukës-Shtavec apo Kukës-Bushtric, për të bërë pastrimin e dëborës. Gjithashtu edhe në pjesën e Tropojës ka problematika, rruga Baramcuri Valbona apo Dragobi dhe rrugët e tjera malore janë në ndrysin e rreshjeve të dendura të borës, por nuk ka raportime për problematika. Kjo është situata deri në këto momente që po flasim. Shpresojmë që të kemi një përmirësim të kushteve të motit në orët në vijim. Benet, unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin edhe për mbledhjen që na bëre nga ty. Shkputemi kështu me